emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mi mbrëma kudo që na ndiqni të nderuar shikues në një zhvillim të befasishëm politik, kreu i PDK-s Memri Krasniqi dje dha dorëheqje të pakthyeshme nga pozita kryetare të kësaj partie, duke paralajmëruar mbajtjen e një konventi të jashtëzakonshme të PDK-s këtë të hënë që vjen u komentua gjithë pasditën e në orët e mbrëmjes dorëheqja ati nga figurat më ndryshme, nga kampi i tij politik, jo pas një lëvizje e mençur politike, por u trajtua edhe si një sakrificë personale për të pak dhe komente të tjera natyrisht edhe nga kritiket e Krasniqit, por kryesisht mbi sundoi narrativi se zoti Krasniqi mori PDK një kohë të vështirë, e mirëmbajti gjithë statusin e ndikimit politik kësaj partie, qeverisin në rrethana jo të lehta me PDK-n, duke marrë parasysh që zoti Thaçi dhe zoti Veseli nuk ndodhen këtu në Kosovë, e të tjera. Kanë ftuar për një analizë të fokusuar për të them analizën e njohur Afrim Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Merci. Ishte befasi dorëheqja e Krasniqit në një kohë kur vendi mbase pritet të mbajë dhe zgjedhje të jashtëzakonshme për kuvendin e Kosovës. Po, kështu koluareve do thotë, ne ka ditë që qarkullonin disa spekulime, po i quaj kështu, kushtimisht që pritet të ketë një lëvizje të këtill politike në subjektin e dytë parlamentar në vend. Fliti se do po përgatitet të jap dorëheqje, mirë po do të për shkak të rrethanave, do të kur ende s'ka përfunduar procesi i zgjedhjeve lokale realisht, sepse ende s'është certifikuar në të njëjtën kohë në qytetin kryesor të Kosovës, në Mitrovicë, ka ende një mjegullnoj të madhe, dhe po ashtu sipas gjitha gjasave e kemi diskutuar disa herë, duket që nuk ka në horizont asnjë zgjidhje tjetër sa i përket krijimit të një qeverie të re nga ky kuvend i cili ka dalur në zgjedhjet e nënshkurtit, ishte mbase befasi vetëm për për rrethana të politike specifike në cilat ndodhet vendi, dhe vetë Partia Demokratike e Kosovës, e cila duhet jetë mbartja kryesore politike e qartësimit, sidomos të mjegullnojës në qytetin e Mitrovicës. Do të thotë, nuk mjafton vetëm me procedura ligjore të adresohet, por duhet që edhe politikisht të argumentohet të zhvillohet një betejë serioze politike, nëse mirëfillit dëshirojnë të ballafaqohen me lëvizjen vetvendosje për ta diskredituar fitoren e saj edhe në aspektin politik, sepse aktualisht është e vërtetë, po kemi të dhëna, do thotë, publike, dyshime që ka pasur një proces të lënduar zgjedhor në atë qytet, por tash kjo duhet ngritet në diskurs politik nga Partia Demokratike e Kosovës, dhe të argumentohet se si lëvizja vetvendosje në emrin e çlirimit të madh po e cënon pikërisht demokracinë, që është shumë më e rëndësishme se sa kjo retorikë populiste e cila e ndjek ky subjekt politik. Dhe ai u dorëzua, siç duket, pikërisht në këtë moment vendimtar politik për këtë subjekt. Tash kjo ka ardhur nga kalkulimi. Po ndëgjoj, është dorëzim, unë thash edhe i përmendet ti edhe mënyrën se si u trajtua dje dorëheqja e tij. Nuk jam prej atyre njerëzve që tash thuri dafinat kurorës e të lavdisë të jashtëzakonshme politike për këtë akt të Memri Krasniqit. Ky ka qenë i pritur, i domosdoshëm si veprim politik, marr parasysh edhe zhvillime tjera, sepse kalojmë edhe prej Mitrovicës, marr parasysh edhe zhvillime tjera politike që e kanë karakterizuar këtë subjekt politike, që e impenjojnë si njërin prej përgjegjësve, nuk po tham i vetmi, larg asaj, unë kam bindjen që ai nuk është i vetmi, por si njërin prej përgjegjësve kryesor me disa dështime të këtij subjekti politik, veçanërisht në zgjedhjet e fundit lokale. Dhe ai nuk i adresoi asnjërin prej këtyre dështimeve të këtij subjekti politik, por jo ka menduar që një vit të jap dorëheqje, vetëm terma abstrakte në një farë mënyrë e justifikoi dorëheqjen e saj dhe shprehu natyrisht preferencën e tij se cili duhet të jetë kandidati i kryetari i ardhshëm i këtij subjekti politik. Legjitime, nuk ka asgjë të keqe, por janë disa probleme të mëdha që duheshin të adresuar dje, sepse tash nëse unë kam konsideruar personalisht Memri Krasniqin si një kryetar i cili jo legjitim,
Partisë Demokratike të Kosovës për shkak se ky subjekt politik ka që disa vite që nuk i mban zgjedhjet e mbrëmshme në përgjitha hallkat e saj, atëherë do të ishte hipokrite nga ana ime që një kryetar i cili pasohet dhe zgjedhet me të njëjtën mënyrë siç është zgjedhur Memli Krasniqi ta konsideroja legjitim dhe demokratik. Fatkeqësisht unë tash duhet të jem konsekuent kësaj kritike që kam zhvilluar. Kushdo qoftë, qoftë edhe Bedri Hamza, siç u përmendje, kushdo, pavarësisht kushdo që të jetë kryetari i Partisë Demokratike, përsëri ky proces lëndon demokratikisht, sepse vetëm me konventat e improvizuara nuk mund të tejkalohen këto defekte të mëdha. Dhe zgjedhjet lokale unë besoj, jam i bindur që sikur të mos ishin bërë këto gabime që ndodhen, pa hyrë tash në kontinuitet, pa hyrë në vazhdimsi, qëndrimi pasiv që ka pasur ky subjekt politik gjatë këtij mandati, do të nuk ka luajtur një rol më aktiv për të ballafaquar politikisht me Albin Kurtin, qëndrimi pasiv që ka pasur për një mandat të plot dhe gabimet që ndodhen në zgjedhjet lokale, nuk lanë asnjë alternativë, nuk lanë asnjë shteg tjetër vetëm se për ta dorëzuar stafetën tek një personalitet tjetër që nëse është Bedri Hamza, po ashtu do të jetë sfidë për të në këtë situatë ta menaxhoj subjektin Partinë Demokratike të Kosovës, nga se pavarësisht që ka pasur rritje të votave në zgjedhjet e 9 shkurtit, megjithatë nuk mund të thuhet që Partia Demokratike e Kosovës i ka humbur një diferencë 100% zgjedhjet në raport me lëvizjen vetvendosje. Po ashtu e humbi edhe qytetin e Mitrovicës nëse nuk del që ka pas manipulime dhe që ky qytet është fituar nga lëvizja vetvendosje në mënyrë jo demokratike, do të kemi humbjen e zgjedhjeve nacionale, humbjen e qytetit që e ka drejtuar deri më tani dhe gjasat janë shumë të vogla që Partia Demokratike e Kosovës do ta mund nëse zgjedhjet mbahen në 10 orë të ketë sukses që ta rrëzoj supermacinë e lëvizjes vetvendosje. Prandaj në këtë drejtim edhe kryetari i arshëm i këtij subjekti politik në këto rrethana përballet me disa sfida shumë serioze që janë pasojë e një qëndrimi tejet pasiv që është ndjekur nga ky subjekt politik gjatë këtyre 4 viteve të ardhshme. Ndërkohë nëse shohim bilancin e zgjedhjeve lokale, do thotë ne kemi diskutuar bashkarisht prap nuk po them, nuk është përgjegjësi ekskluzive vetëm e Memli Krasniqit. Është një konjunkturë politike që e ka ndrejtuar aktualisht Partinë Demokratike të Kosovës, mbase edhe pafësisë edhe mungesës së vullnetit politik të Memli Krasniqit për të dalë kundër kësaj konjunkture që do të ishte shumë më pozitive për subjektin e tij politik. I gjithë investimi i kësaj partie politike, gjithë betejë kryesore e kësaj partie politike në këtë fazë ka qenë vetëm drenas, ne kemi po. Do të një parti tjetër, nëse i gjithë establishmenti qeveritar e shtetëror i Albin Kurtit ka qenë i fokusuar vetëm në qytetin e Mitrovicës, i gjithë establishmenti partijak i Partisë Demokratike të Kosovës ka qenë i koncentruar në një komunë siç është Drenasi. Dhe unë jam i bindur që me një shpërndarje më proporcionale të resurseve partijake, ndoshta sot PDK do ta kishte edhe një komunë tjetër përpos Drenasi që humbi, do ta kishte edhe një komunë tjetër dhe nuk do të rrezikohej edhe dominimi i saj në qytetin e Kaçanikut, sepse edhe në Kaçanik shpëtoi për një fije të Perit edhe në Mitrovicë që humbi. Dhe dy ka qenë vendim strategjik i kësaj partie, dy kanë qenë komunat kryesore që i kanë fokusuar energjitë politike, Prishtina dhe Drenasi. Dhe në të dyja dolën humbse, realisht. Dolën pavarësisht rritjes së potencës elektorale në qytetin e Prishtinës. Në fund ku shkuan ato vota? U pa qartë që një pjesë e rëndësishme e votave të tyre shkuan, do të PDK-ja u forcu elektoralisht në qytetin e Prishtinës për t'i ndihmuar në fund ose lëvizjes vetvendosje ose lidhjes demokratike të Kosovës. Kështu që ky është një dështim politik. Në këtë drejtim Memli Krasniqi bëri mirë që dha dorëheqje, por mbase do duhej që në letrën e tij të dorëheqjes t'i pranonte këto gabime në administrimin e subjektit të tij politik me theks të veçantë, sepse unë duhet jem konsekvent me kritikat që i kam zhvilluar, siç thash, nuk mund thuri tash lavde për këtë akt, që ta pranonte që kanë kalkuluar dhe kanë menduar që mund të kenë sukses veçanërisht në komunën e Drenasit, një bastion i rëndësishëm i Partisë Demokratike të Kosovës, vetëm për shkak të llogos së këtij subjekti politik, por nuk doli që është ashtu dhe në këtë drejtim ta merr përgjegjësinë për keq menaxhimin dhe keq kalkulimin e këtij procesi. Pra kjo dorëheqje pa marrje të përgjegjësisë për këto dështime politike është e paplot dhe nuk mund të merret si një lloj
ndërgjegjësimi e pendeset mirëfillt politike për gabimet që janë bërë në këtë proces. Të tjerët e shohin si sakrificë. Dëgjoj, të tjerët mund ta shohin si të doin. Unë thash, dëgjoj. Bëre shumë. Po unë nuk mund të jem tjetër tash, nuk mund të jem tjetër sepse unë i kam deklaratat. Po, për të citu dhe për ta bërë mbase ma interaktive intervistën edhe me pikpamje të tjera. Ju ka javë që në këtë studio e keni bërë publik një tekst të dorëheqjes, i keni sugjeruar Krasniqit. Ky është teksti dorëheqjes dhe arsyet mbi cilat zoti Krasniqi duhet të jap dorëheqje nga dhe të lëshoj të heqë dorë nga drejtimi i partisë. Ju kujtohet kjo? Po, për këtë arsye, po. Apo bone në mënyrë të përmbledhur. Në mënyrë të përmbledhur. Që nuk i tha Krasniqi në kjo është në arsye që e konsideroj pa plot dorëheqjen e tij dhe në këtë moment, në këtë moment në një kohë kur PDK-ja po përballet me betejën e saj kryesore politike në qytetin e Mitrovicës, sepse kjo është betejë kryesore, a do të arrijnë ta çmontojnë narracionin e lëvizjes vetëvendosje që lejohet edhe shkelja e ligjit në emrin e çlirimit të madh. Kjo është betejë kryesore politike sot me cilën duhet përballet lëvizja vetëvendosje. Dhe unë pash me emri Krasniqin u tërhoq. Pse u tërhoq? Cila është arsyeja e dorëzimit të këtij në këtë moment politik? Mos është në pyetje që është mos është arsyeja që është në pyetje Faton Peci, një njeri i cili sot e menaxhon Ministrinë e Bujqësisë dhe të cilin e ka menaxhuar kohë gjatë me emri Krasniqi? Dyshimet të tilla nuk mund të hiqen asnjëherë. Dhe kur shohim pasivitetin, betejën e vogël që ka zhvilluar Partia Demokratike e Kosovës ndaj Faton Pecit, mos harro, kanë dalur fakte, kanë dalur dëshmi mediale, kanë dalur dëshmi të plota mbi abuzimet e Faton Pecit me pushtetin, sa i përket fabrikës qoftë për prodhimin e produkteve shtazore, apo në kohën e menaxhimit të këtij për peshkun e krimbur që u gjet nëpër marketet tona. Partia Demokratike e Kosovës as nuk ka marrë guximin të kërkoj hetim juridik lidhur me këto abuzime të Faton Pecit. Ka qenë fokusuar kryesisht vetëm në betejën kundër Ramiz Ladrovcit. Dhe kjo tërheqje e tij unë bën të kem dyshimet e mia që ka diçka pak më të thellë se sa vetëm një akt burroror, një akt heroik, një akt të sakrificës. Nuk e quan as burror, as heroik. Jo, nuk e quaj unë as burroror, as heroik. Unë më tepër e shoh si një dorëzim kur ai duhet të luftonte më shumë, kur duhet të ishte shumë më i impenjuar, madje nëse vërtetohet që ka abuzime të tilla, sepse nuk mjafton vetëm fitoria juridike, ne kemi pas rastin një nga dobësitë kryesore të Partisë Demokratike të Kosovës kanë qenë që ka pasur shumë fitore juridike gjatë mandatit të saj 4 vjeçar, gjatë këtij mandati opozitar 4 vjeçar, por që nuk ka arritur t'i kapitalizojë politikisht. Edhe në këtë rast nuk mjafton vetëm edhe një fitore eventuale juridike në këtë proces nëse nuk shoqërohet me një narracion politik për ta diskredituar, pra po them, kauzën e madhe të subjektit fitues të zgjedhjeve që i lejohet edhe shkelja e ligjit, apo ai i cili e shpëton shtetin nuk e shkel kur ligjin si është thuhet një sentencë që i atribuohet Napoleonit. Pra kjo është sot, nëse e shën në termat përgjithshëm, kjo është sot arsyetimi kryesor politik i lëvizjes vetëvendosje në këtë drejtim. Ndonse nuk e thon hapur në këtë mënyrë. Dhe tash këtu zhvillohet betejë politike, duhet zhvillohet. Jo vetëm nuk mjaftojnë vetëm argumentet juridike. Kështu që këtë dorëheqje të befasishme ka edhe elemente të dorëzimit në kohën kur duhet i prihej betejës më shumë se asnjëherë tjetër. Kasolli, dorëheqja ndodhi në një kohë kur vendi mbasi pritet të mbajë shpejt zgjedhje të jashtëzakonshme, kushdo që është pasues i Krasniqit, në një kuvend siç ju vazhdoni matutjet ta keni të qëndrim që mund të jetë improvizim dhe është i paplot për të nxjerrë strukturat të legjitimuara nga vullneti i strukturës së antarësisë e degëve kështu me radhë. Kushdo që është pasuesi i Memri Krasniqit, në rastin konkret zoti Hamza, sa mendoni që është figurë që mund të jetë premtuese për një ballafaqim me zotin Kurti? Dëgjoj, tash zoti Hamza do thotë pavarësisht konsideratave të mia personale për zotin Hamza në kuptimin e një figure do thotë pozitive sa i përket jetës politike publike, në kuptimin e një njeriu me
në kuptimin profesional të përgatitur në aspektin ekonomike, teknike, burokratik, ne po shihet qartë që kauza kryesore e Albin Kurtit janë temë politika e madhe. Albin Kurti me qëllim po e man gjallë këtë narracion se si është duke zhvilluar një politikë të madhe, një kauzë të madhe për çlirimin e përgjithshëm të veriut dhe rikuptimsimin e pavarësisë të shtetit të Kosovës, sepse sipas tij ka qenë shpallja e pavarësisë me 17 shkurt, ka qenë e paplot, ka qenë vetëm e zbraz dhe se tashmë kjo po fillon të rikuptimsohet vetëm me aksionet e tij politike. Dhe këtu është, do të sa do të jetë në gjendje Betri Hamza që ta kush do të qoftë, jo vetëm Betri Hamza, se s'po e paragjykojmë kush mund të jetë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Preferoj, mirë po tash në fund vendos konventa, mbase mund të jetë Betri Hamza tash më shumë një figurë e cila ka kapacitete për të mbajtur të unifikuar grupet e fragmentarizuara të Partisë Demokratike të Kosovës, që kjo mund të jetë interes strategjik në këtë moment i këtij subjekti politik, sesa për të impenjuar totalisht në një betejë frontale me Albin Kurtin. Dhe tash qëllimi kryesor i PDK-s në këtë fazë mbase edhe mund të jetë se si ta ruaj dhe se si ta restauroj, se si ta ruaj do thotë këtë bazen të votave, këtë bilanc elektoral që të mos ketë rrjedhje më të madhe të votave për shkak të konflikteve që ndodhen, sesa qëllimi i mirëfillt që të jetë lufta totale e frontale kundër Albin Kurtit. Dhe në këtë drejtim zoti Hamza mbase mund të tregohet i suksesshëm. Do të që nëse këtu do të dështonte Memli Krasniqi për shkak të përgjegjësisë politike me grupin e tij në menaxhimin e këtij subjekti politik, atëherë kjo është në rregull, kalohet kjo krizë politike që është më tepër e mbrëmshme këtij subjekti politik sesa sa i përket zhvillimeve të jashtme dhe këtë mund ta kryejë me sukses këtë detyrë që i imponohet zotit Hamza. Mirë po, prapë them, nuk mund të anashkalohet fakti, nuk mund të mohohet fakti që edhe zoti Hamza hyn i lënduar në këtë proces, pavarësisht preferencave të mia, se dhe unë mund ta kem ndoshta preferencë zotin Hamza si kryetar, por tash nuk mund të sakrifikohen, nuk mund të anashkalohen faktet që zoti Hamza hyn i lënduar në këtë proces dhe e drejton subjektin politik në këtë fazë me 3 lëndime të mëdha politike që mund të kenë kosto elektorale për të. E para ato që i përmenda 2 humbjet e drejtanishme elektorale në raport me lëvizjen vetvendosje dhe zgjedhet kryetar sipas një formule që improvizohet zgjedhja dhe mungojnë zgjedhjet e brendshme demokratike të cilat duhet të fillojnë nga çdo hallë këtij subjekti politik për të çliruar potencialet e brendshme demokratike e politike të këtij formacioni politik. Zgjedhja e Hamzës kryetar sot nga një kuvend, nga struktura që ju ka skaduar mandati është identike sikur ajo që kam thënë sikur Albin Kurti që qeverisë mirë, po sikur Albin Kurti tash ta nominonte për kryeministër Glauk Konjusën, pa ju nënshtruar këtij kuvendi i cili ka dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit, por ta emëronte kryeministër të Kosovës duke u bazuar në kuvendin të cilin i ka skaduar mandati. Kështu që me që kam kualifikuar në atë kohë defektin e këtij subjekti politik mbi këto terma, atëherë nuk mund të kem vlerësime dhe opinione tjera edhe për këtë proces që po e pret këtë subjekt politik. Në 2 ditët e fundit edhe dje vijoi narracioni i eksponentëve të lëvizjeve vendosje. Jo duke sulmuar, kritikuar zotin Krasniqi, Memli Krasniqi, por duke i thënë Samilo Shtakut, dorëhequ edhe ti. Edhe kjo zonë të ka mbetur shpejt do të ikësh nga Skenderaj. Në 40 tetor të fundit, Shtaku është bërë cak i sulmeve sistematike nga lëvizjeve vendosje. Si të thënë këtë? E mirë menduar, e mirë kalkuluar për interesa politike të lëvizjes vendosje, me qëllim të krijimit të përfitimeve elektorale dhe me qëllim të maskimit të asaj që po ndodh në qytetin e Mitrovicës. Kjo askush më nuk po flet realisht për atë që po ndodh, për dyshimet që shoqërojnë procesin në qytetin e Mitrovicës, por këto është në pyetje një kauzë më e madhe që ky qytet të mos rikthehet në duart e Samilo Shtakut. Nuk është e rastishme tërë kjo fushatë orkestruar politike, ndërkohë nëse ne tash bëjmë një analizë ftoft
Pa ngarkesa emocionale politike, sepse nuk jemi në betejë, ne shohim që Samir Loshtako sot mos mund ta kontrollojë as Drenicën, se lëmë ndonjë zonë tjetër, nga se Ramiz Ladrovci duli një sfide pak apërcyeshme në qytetin e Drenasit. Mirë po, në politikë tash nuk janë më rëndësishme fakte, qëllimi është që të ndërtohet një mega narracion i madh që të bëhet gjallë një kauzë politike dhe në këtë drejtim është një përpjekje dhe vazhdimsi e atij tregimi politik që e ka ndërtu lëvizja vetëvendosje për subjektet tjera parlamentare, për shkak të lidhjeve, për shkak të bashkëpunimit të tyre me listën serbe, dhe tash ka ardhur koha që qyteti i Mitrovicës Jugut të çlirohet përfundimisht nga aleancat e heshtura ndërmjet Samir Lostakut, Radu Eqiqit, tjetrit. Prandaj, edhe nëse ka ndodhur abuzime elektorale në zgjedhjet e fundit lokale, këto janë të parëndësishme për hir të shpëtimit të madh që po i gatuhet atij rajoni. Mos harroni, kam parë njerëzit duke festuar në qytetin e Mitrovicës dhe kam parë arsyet për cilën ata kanë festuar për më në fund po vjen koha e bashkimit të madh të qytetit të Mitrovicës, po më në fund po çlirohet edhe kjo zonë, po rikoptimsohet në sajt aksioneve politike të këtij pushteti, po rikuptimsohet pavarësia e Kosovës. Këto kanë qenë arsyet e dehes së madhe politike elektorale që i kam parë nëse. Mirë, po tash kot është në këtë fazë le që bëjmë analiza racionale, kemi dy komuna në atë pjesë, kemi komunën e Mitrovicës së Veriut dhe komunën e Mitrovicës së Jugut. Ato kanë bazë në planin e Ahtisarit, mbi cilën është përgatitur pavarësia e Kosovës dhe që shteti i Kosovës ka obligim të jetë konsekuent për aq kohë sa do të jetë ky lloj shteti që e kemi. Nëse do të hyjmë në aranzhmane tjera, ajo është temë tjetër, nuk e di si na e çet bilanci, në fund a do humbim, a do fitojmë më shumë, por tash kjo është temë tjetër dhe unë nuk shoh asnjë shans teorike, imagjinare, do thotë, që të ndodh dhe të realizohet kjo për të cilën ka fituar lëvizja vetëvendosje në sytë e mbështetësve të saj. Sepse lëvizja vetëvendosje në sytë e mbështetësve të saj ka fituar për ta krijuar një qytet unik në atë pjesë. Si do të ndodhë kjo? Nëse më kujtohet edhe kjo është më thujse reprizim i të njëjtit tregim mbi bashkimin kombëtar. Kam pasur rastin ta ndëgjoj, do thotë liderin e lëvizjes. Po, kam pasur rastin ta ndëgjoj liderin e lëvizjes vetëvendosje edhe në emisionet tuaja në mediumin ku keni punuar, në mediumin publik, kur është sfiduar se si do ta bëni bashkimin kombëtar në mënyrë shumë demokratike, të thjeshtë, korrigjojmë nenin kaq të kushtetutës dhe finalizohet ky proces. Pra është thujse është ripërpunim e ritregim i asaj skeme të një lideri opozitar tash, por se tashmë është vendosur vetëm në qytetin e Mitrovicës. Unë e kuptoj ky lloj tregimi krijon një ndjenjë të potencës elektorale, krijon një ndjenjë të fuqisë, të imagjinatës se do t'i tejkalojmë kufiç që ne kanë vendosur të tjerët, bashkësia ndërkombëtare, negociatat, këto, do të thotë që qytetarët e atij rajoni vazhdimisht e kanë ndier veten si të rrethuar nga këto imponime të jashtme dhe më në fund koha që të tejkalohen të gjitha këto kufizime dhe me këtë fitore të mundshme dhe me këtë fitore politike do të jetësohet kjo dëshirë e tyre intime. Por realiteti politik dhe juridik ne dim çfarë është në qytetin si në qytetin e ndarë të Mitrovicës, ashtu edhe në kretë Kosovën, ne i dim detyrimet e shtetit Kosovës, por tashmë derisa të kalon kjo dejet, kota janë këto analizat, kota janë këto paralajmërime siç duket, ato duhet të përplasen me realitetin dhe këtu ekziston edhe një shkallësi tjetër, cilën unë këtu tash nuk mund t'ja mohoj zotit Kurti, ekziston edhe një shkallësi tjetër për të mbajtur përgjegjës vazhdimisht ata që kanë qeverisur para tij, që ja lën trashëgim këto defekte shtetit të Kosovës dhe që ai nuk po mund të dalë prej tyre dhe është viktime rrethanave paraprake politike, do thotë e para njëherë jep premtimin se do ta bëj këtë, kur nuk e mban premtimin, thotë po mos mund pritni që unë brenda natës ti jetësoj këto premtime, nga se dhe unë jam viktime një trashëgimie të keqe politike që ma kanë lënë në tavolinë. Këtë kjo është e mirë menduar në kuptimin elektoral dhe politik,
Rid është legjitimin në kuptimin e nevojës për të përfituar votat, tash nuk kemi ç'bëjmë ne, është detyrë e subjekteve tjera parlamentare, ne veç mund t'i adresojmë këto mund t'i adresojmë kontradiktat që ka një fjali me një narracion një këtill, mirë po është detyrë e subjekteve tjera parlamentare, e subjekteve tjera politike që më shumë se ta luftojnë vetveten, siç ka ndodhur, e kanë luftuar më shumë vetveten, duket sikur kanë qenë të akomoduara brenda skemës që javë ka lejuar Albin Kurti, e kanë luajtur rolin e demokracisë, prandaj kemi ardhur në këtë, e kanë luajtur vetëm dekorin e demokracisë, prandaj kemi ardhur në këtë situatë ku jemi, do të sot lideri i lëvizjes vendosje qeverisë që sa kohë pa mandat, tani që sa kohë qeverisë pa mandat, qeverisë merr vendimin kundërshtim me vendimet e gjykatës supreme, do të shumë prej vendimeve të tij do thotë janë ilegjitime, janë ilegale, janë jo ligjore sipas një akt gjykimi të gjykatës supreme ku antarët kabinetit ministror që janë po ashtu deputet nuk kanë drejt të ushtrojnë funksionet të dy fishta, i koncentron të dy pushtetet, legjislativin dhe ekzekutivin në një dorë, dhe unë kam thënë pse Albin Kurti duhet heq dorë nga këto privilegje. Cila është arsyeja? Unë nuk di në historinë e njerëzimit që një pushtetar ta keq veten nga pushteti në mënyrë të vullnetshme dhe autonome nga besimi në norma dhe askund. Pushteti kufizohet vetëm me pushtet. Tash në kuptimin nuk po flas veç pushtet në kuptimin ekzekutiv, sepse pushtet është edhe një organizim politik. Pushtet mund të kenë edhe masat në protestuese në rrugë, sepse ti edhe me protesta në rrugë krijon pushtet dhe detyron pushtetin ekzekutiv që të tërhiqet nga ato vendime. Dhe cilat kanë qenë veprimet e subjekteve opozitare për ta parandaluar këtë sjellje. Madje kohën e fundit të sinç kanë parë dhe arsyetimet tyre se do të hekin dorë për t'i adresuar edhe në gjykatën kushtetuese më abuzimet e këtilla, sepse kanë një lloj defitizmi që nuk po kanë efekt politik edhe fitoret në gjykatën kushtetuese. Pra është një lloj abdikimi të paktën edhe aty ku deri më tani kanë qenë të suksesshëm për t'u kundërvua kësaj tendence për monopolizim të pushteteve nga subjekti fitues i zgjedhjeve. Kasolli, vendi tash pritet të mbajë zgjedhje të jashtëzakonshme të shpejt nga observimi, analiza që bën e detajshme për rolin opozitar të drejtdjeshëm, bilancit dhe lidhjet mjaft defetist, që këta ishin pasiv, dhe në gjendjen e tashme kanë të vështirë të përballen ose fare nuk po përballen me kauzat cilat po i ndërton Kurti. Absolutisht joni përmendën tash që mos ja si disa prej kauzave tjera, disa prej kauzave kryesore me cilat ai po e man gjallë elektoratin e tij politik, nuk e përjashtoj edhe mundësinë, edhe kjo është e vërtetë që edhe një lloj infrastrukture klienteliste që e ka ndërtuar partia në pushtet. As kjo nuk mund të mohohet. Një pjesë të rëndësishme të resurseve dhe të potencialeve politike i ka siguruar edhe nga kjo mënyrë e veprimit, por tash kjo është temë tjetër. Mirë, po ka të bëjë, pra po tham edhe me paaftësinë, dëgjorit. Nuk është në pyetje tashmë vetëm sa ju kanë kundërvua edhe Albin Kurtit, mirë, po në rastin e sidomos e kryetarit të PDK-s. Edhe me paaftësinë për t'i mbajtur edhe ato premtime të mbrëmshme për reformim partijak që nuk ka qenë në pyetje Albin Kurti. Është e paspjegueshme, subjekti politik në Partia Demokratike e Kosovës në ndërtimin e Memli Krasniqit. Për 4 vjet nuk ka qenë gjendje ta krijojë një kabinet të qeverisjes e mirë alternativ që do t'i kundërvijë politikave për sektoret e veçanta e patën filluar një proces këtill e lanë gjys. Tash kjo është jo se cila ka qenë pengesa e Albin Kurtit në këtë drejtim. Çka i ka penguar Albin Kurti që ta mirëmbajnë e ta jetësojnë edhe premtimin për reforma të mbrëmshme partijake të cilët ishin zotuar se do ta bënin. Dhe këto janë edhe dështime të mbrëmshme ku nuk është në pyetje vetëm oponenti i jashtëm. Janë shumë dështime, janë shumë arsye që unë do doja që letra e dorëheqësje e liderit të Partisë Demokratike të Kosovës ti përmendë të gjitha këto dështime që nën menaxhimin e tij politik ka ndodhur në këtë subjekt politik dhe të dëshmonte paaftësinë e tij për t'i përmbush edhe premtimet që i ka dhënë. 50 me 50 dallimi gjinor ka që nuk e di sakt. Pse s'ndodhi ajo? Asnjë arsyetim politik.
çfarë presioni kanë pasur mbi kush u ka thënë që ata japin atë premtim? Po e kanë bërë që vetë që të duken të ndryshëm nga të tjerat. Mos finalizimi i kabinetit të qeverisjes së mirë. Do të janë shumë dështime të cilat lidhen ekskluzivisht me menaxhimin e brendshëm politik që nuk kanë arritur të jetësohen nga e që kanë qenë premtimi i kësaj strukture drejtuese. Dhe këto është një dilemë tjetër tash do thotë, që ndërheqet pasivitet opozitor. Po pasivitet opozitor dhe është ke pasur pritje tjera në gjithë këto vite zoti Kasolli? Jo, se moti i mirë tregon në mëngjesi, u pa do thotë kur filluan këto stagnime, këto sjellje postmoderne, kushtimisht po e quaj politike, u pa që ky subjekt politik duket që është interesuar veç se si ta mirëmbaj brenda këtij që ky grup drejtues ishte interesuar veç se si ta mirëmbaj dominimin brenda këtij subjekti politik dhe të ruajnë balancet e brendshme, por jo që të bëhet diçka më tepër në drejtim të aktivizimit të mirëfillt politik për t'ju kundërvu këtij pushteti. Shihet qartë që shpresa e tyre vetme ka qenë, ndonse se kanë thënë në mënyrë eksplicite, shpresa e tyre e qartë kanë qenë që ne po vazhdojmë në këtë mënyrë duke improvizuar reforma mbase Albin Kurti do të konfrontohet me bashkësinë ndërkombëtare, ajo do të reflektohet në opinionin publik dhe do shtrohet rruga e rikthimit tonë në pushtet. Mirë, pa ajo nuk ndodhi, u pa që edhe konfrontimi me bashkësinë ndërkombëtare dhe tensionet me bashkësinë ndërkombëtare nuk rezultuan pozitivisht dhe nuk rezultuan në përputhje me pritjet e tyre, me pritjet e tyre politike. Kasolli ju përmendet më herët që partitë politike PDK në rastin konkret, por edhe LDK arritën fitore monumentale, nëse më ta them, juridike në gjykatë kushtetuese, rrëzuan mjaft ligje, jo kushtetuese, por nuk i kapitalizuan politikisht. Edhe për PDK-n e për LDK-n, ç'flet kjo situatë tani kur vendi po them pritet të mbaj, sa mund të vënë lëvizje gjithë kauzën kur kanë mbetur pak kohë, po them, kur vendi mund të përballet me zgjedhje të jashtëzakonshme. Në fakt, ky pasiviteti ka krijuar terren partisë fituese të zgjedhjeve, do të thotë lëvizjes vetvendosje, për mua ka qenë e habitshme gjithë ato fitore juridike si nga Partia Demokratike e Kosovës mosmadhe, por edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk kanë shoqëruar as me konferenca shtypi nga drejtues të këtij subjekti politik. E lërë më diçka më shumë. Do të me aksione tjera të drejtë për drejta. Ne kemi kuptuar do të nga komunikatet e gjykatës kushtetuese se si kanë përfunduar një kontest i caktuar ndërmjet këtij subjekti politik dhe pastaj kemi pas pasivizim sa i përket këtij subjekti politik për ta mbajtur gjallë një kauzë të tillë politike. Këto kanë qenë të befasishme, të habitshme për mua. Në çdo demokraci normale, në çdo vend një opozitë ku mirëfilli është e mobilizuar për ta sfidu e për ta kontestu me çdo mjet që e ka në dorë një subjektin i cili qeveris, këto kanë qenë raste të humbura në kuptimin politik sa i përket opozitës në Kosovë. E lemur dhe këto nuk janë vetëm konferencat për shtyp, do duheshin seanca, sa kemi pas seanca parlamentare për këto tema. Asnjëherë seanca parlamentare s'kemi pa për këto fitore juridike. E do duhet të shoqëroheshin edhe me aksione të drejtë për drejta dhe me shpjegim para opinionit këto. Kjo këtë drejtim. Këtë drejtim. Në fillim thash, unë i qëndroj konsekuent asaj kritike që e kam bërë mbi pasivitetin e këtij subjekti politik të drejtuar nga Memli Krasniqi, por që ai ka obligim tash t'ja shpjegoj opinionit a ka qenë i hendikepuar dhe peng i forcave tjera të brendshme politike që ja kanë pamundsuar të veproj në mënyrë më aktive, atëherë kjo është situatë tjetër, sepse tash nuk mund t'i di balancat e brendshme politike brenda këtij subjekti politik. Është detyrë e tij nëse don, është detyrimi i tij publik nëse ka vullnet për ta bërë një gjë të tillë, apo ka qenë rezultati vetë mungesës së vullnetit të tij dhe të grupit që e ka përfaqësuar politikisht për të mos mbajtur një rol më aktiv politik në këtë fazë delikate që ka kaluar Kosova. Kjo është dilema kryesore politike, kjo është dilema kryesore me cilën ndërheqja ish dashur të shoqërohej me pranimin e këtyre gabimeve që ka ndodhur gjatë këtij mandati të drejtuar nga Memli Krasniqi. Dhe ndërheqja tash çfarë kupton kjo ndërheqje? A është ndërheqje vetëm individuale
për ta ruajtur fuqinë e grupit brenda subjektit politik, nga se vazhdimi i drejtimit të Partisë Demokratike Nga? vetëm ta shpjegoj këtë ide, a është dorëheqje vetëm një lloj maskimi për ta ruajtur po ashtu fuqinë e grupit, pjesë e cilit është edhe Memli Krasniqi? Kjo është pyetja, sepse ky është një grup që unë e kam quajtur metaforikisht klani Bon Vivant, apo si quhet ndryshe grupi i gjimnazistëve, dhe me dorëheqje Memli Krasniqi do thotë mund të jetë kalkuluar që të mos marrë përgjegjësi për atë që mund të ndodhë në zgjedhjet e ardhshme nacionale, truhet fuqia e grupit politik nëpërmjet kësaj dorëheqje, apo kjo dorëheqje duhet të shoqërohet edhe me jo vetëm të Memli Krasniqit, por edhe të anëtarëve tjerë të grupit që i ka përfaqësuar politikisht. Dhe kjo është dilema më e madhe që duhet tash të shtrohet para opinionit politik. Sepse shpesh ndodhin në histori dorëheqje të këtilla individuale në mënyrë që të mirëmbahet fuqia e brendshme e grupit. Dyshon se është taktizim? Mund të jetë edhe taktizim politik, unë vetëm po i nxjerrin sipërfaqe disa pandema, nga se unë kur flas për dështimin e Partisë Demokratike të Kosovës në menaxhimin e zgjedhjeve lokale, në mënyrën se si kanë menaxhuar zgjedhjet lokale, Memli Krasniqit i takon përgjegjësia kryesore si kryetari i saj, por ne kemi parë që aktiv kanë qenë edhe Abelar Tahiri në qytetin e Drenasit, edhe në investimet që kanë ndodhur në qytetin e Prishtinës për ta fuqizuar Urani Ismailin, dhe që nuk ka rezultuar në përputhje me pritjet e tyre politike, dhe kjo përgjegjësi është kolektive në këtë drejtim. Nuk mund t'i mbyllim syt para këtij fakti. Ose duhet jetë. Për ju duhet të dorëhiqen të gjithë ekipa e Memli Krasniqit. Të gjithë ekipa, nëse është mirëfilli dorëheqje për ta çliruar potencialin e Partisë Demokratike të Kosovës, kjo dorëheqje është e pakuptim pa dorëheqjen e strukturës së afërt të Memli Krasniqit. Dhe që do të përfshin edhe kryesinë e emëruar nga ai, dhe që duhet të përfshi dhe këta që i përmendëm, Urani, Abelardi e tjerë, kush janë gjithë ato që janë pjesë e kësaj strukture. Sepse për aq sa ka përgjegjësi Memli Krasniqi në disfatën që ndodhi në Prishtinë, ku në fund votat e Partisë Demokratike të Kosovës përfunduan në fuqizimin ose të lëvizjes vendosje ose të lidhjes demokratike të Kosovës, një përgjegjësi tillë ka edhe Urani Ismaili. Dhe e bëri tash këtë sakrificë Memli Krasniqi për ta ruajtur grupin. Kjo është dilema kryesore politike që ne do të kemi mundësi ta shohim gjatë ditëve dhe muajve në VM. Dhe unë mendoj se këtu duhet të fokusohet kryesisht llogaridhënia politike ndaj këtij grupi politik. E këtu janë të njohura në historinë tash, mos tim të përmendim raste kur disa dorëheqje individuale bëhen me qëllim të fuqizimit të rujtjes së imazhit të grupit, sepse po të vazhdonte me humbje të këtilla dorëheqjen mund ta shihni edhe si kompromis të Memlit për ta ruajtur potencën brenda Partisë Demokratike të Kosovës, të grupit pjesë të cilit është Memli. Kjo nuk përjashtohet, nuk po them që është 100%. Këtë do ta vërtetoj koha, unë veç po ngris pandema, unë veç po ngris pandema politike si historia e organizimeve partijake i ka njohur fenomenet të tilla. A nuk kjo edhe në PDK, po? Do ta shohim. Do ta shohim. A është dorëheqje për të çliruar me mirëfilli potencialet e këtij subjekti politik, apo është një sakrificë personale për ta ruajtur fuqinë e grupit, cilës i ka takuar fuqinë politike të grupit cilës i ka takuar edhe Memli Krasniqi. Kjo është nuk ka asgjë, unë këtu tash veç po shtroj dilema, është detyrë këtij subjekti politik se si do të me zotin Kurti ta zëmkon e shumë vite më parë. Shumë vite, jo vetëm Kosovë, kjo ndodh për ta respektuar statutin. Dëgjoj, jo vetëm Kosovë, kjo ndodh në shumë vende në rajone, në shumë vendet botës ka ndodhur. Janë praktika që ndodhin dhe tash kjo është dilema që do ta shohim gjatë ditëve në VM. Çfarë karakteri ka kjo lloj dorëheqje, sepse dorëheqja pa marrë në përgjegjësi, dorëheqja pa e pranuar përgjegjësinë për këto gabime të cilat unë i listova që kanë ndodhur gjatë këtij mandati politik, është e paplot në kuptimin politik, në kuptimin juridik. Kjo është në rregull, dorëheqja pranohet dhe PDK-ja që të hanën mund ta zgjedh kryetarin e ri, mirëpo është dorëheqje që hap rrugën e një reformimi të mirëfillt të këtij subjekti politik, apo ju sot keni dilema. Unë nuk jam duke shpik asgjë. Po bëj pyetje. Pajtohem plotësisht, unë nuk jam duke shpik asgjë, nuk jam duke thënë asgjë të jashtëzakonshme që jo vetëm në PDK, po që s'ka ndodhur edhe në vende të tjera.
Prandaj edhe nëse ndodhet në PDK nuk është kjo që është një lloj përjashtimi që s'ka ndodhur askund në botë. Kjo mund të jetë imitimi shumë praktikave të ndryshme politike. Mirë, po kjo është ajo të cilën ne do ta shohim gjatë ditëve në VM. Për fund fare, meqense është fokusi i analizës të PDK-ja në pritje që të bëhet me kryetar të ri dha dorëheqje Memli Krasniqi, ju i një ana tjetër ati mendimi që nuk është komplementar me atë mendim, që thot e që tha mbrëm në mënyrë të shtrirë të përhapur se Memli Krasniqi bëri punë të mirë, mbajti PDK-n, mirë mbajti PDK-n, zhvilloi PDK-n, u sakrifikua në fund për PDK-n. Uroj që atyre uroj që vlerësimet atyre të dalin në realitet. Unë kam drejtën time që në përputhje me kritika që deri më tani i kam zhvilluar dhe i kam adresuar sa i përket mënyrës se si është menaxhuar ky subjekt politik, të qëndroj konsekuent këtyre qëndrimeve publike. Unë nuk mund të jem tash tjetër derisa në këtë studio televizive e kam kërkuar dorëheqjen Memli Krasniqit për të mirën e Partisë Demokratike të Kosovës dhe ta kualifikoj tash me terma të një heroizmi të papar politik. Unë edhe në fund nuk është e rastishme pse ngrita dilemën çfarë lloj sakrifice është kjo, është sakrifice për ta mirëmbajtur fuqinë e grupit që i takon, sepse vazhdimi, nga se nëse PDK-ja do të vazhdonte të pësonte humbje elektorale edhe për një kohë të gjatë në drejtimin e Memli Krasniqit, kjo do të mund të shkaktonte një revoltë të brendshme politike që do të përkthehej më pastaj në humbje të fuqisë edhe të grupit politik. Dhe kjo është arsyeja kryesore që unë edhe këtë dorëheqje e shoh të kalkuluar e para, siç thash, nga dyshimet e mia për të mos e quajtur deri në fund betejën politike me atë që po ndodh në qytetin e Mitrovicës, sepse ai sot do duhet të ishte më aktiv se asnjëherë tjetër në mbrojtje të demokracisë, të restaurimit të demokracisë në atë qytet, dhe tjetra, a është dorëheqje e kurzuar nga kalkulimi për të mos e pengu, për ta frenu revoltën e më të tjeshme e cila filloi duke u akumulu kundër grupit dhe në këtë mënyrë të qetësohen këto frustrime të brendshme politike, apo është dorëheqje cila është mirëfilli për të hapur rrugë reformave në këtë subjekt politik. Praktika, unë nuk po jap kualifikime profetike se cila do të ndodh, praktika do ta dëshmoj se çfarë lloj dorëheqje ishte kjo e Memli Krasniqit, e kalkuluar nga nevoja për ta mbrojtur veten nga ballafaqimi vendimtar politik, për të mos u konfrontu me ministrin Peci për arsye që ai duhet i shpjegoj para opinionit publik, sepse për mua është e paspjegueshme se si Partia Demokratike e Kosovës kam pasur një qëndrim pasiv ndaj. PDK mbal për ta nuk kam ndëgjarit. Konkluduar. Ndëgjarit, po PDK-ja sot është në betejën vendimtare politike të saj. A do të jetë në gjendje ta bind opinionin që demokracia është më e rëndësishme se sa kauza e Kurtit, që ai që e shpëton shtetin i lejohet edhe shkelja e ligjit. Kjo është betejë kryesore politike që sot e ka ky subjekt politik. Dhe tërheqja në këtë fazë për mua është nonsens logjik. Dhe në fund për ta ripërmbyll mbrojtje e grupit apo dorëheqje që thash me motive të mirëfillta për reforma në parti, të cilat praktika do ta dëshmoj. Të falenderoj për analizën. Ishte knasi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.